shtyra e zezë. Masi që na ka kaluar neve tu nga, atëherë u zhduka e pjesë. Që është ngjarje e vërtetë. Dhe është më po tregu një rast shumë të frekshëm që kena pas. Shoqni, është fjala me 5 veta. Okej. Ishim duke ecë në shku drejt autobusit, në hitë në autobus, për në shku në kena pas në për ara me kalua, edhe në rritë autobusi. Edhe njëkohësisht këthe një gjo prej temës, në drejtin tokë. Pa aje gjo edhe me thonë gjendë drejtit tonin, edhe më nomi me blitica me këshyrë se ishte herës 5 mëngjesit. Ja lezëm blicat a ngajki direkt kana. Jetu ba i gara, mos më thuj organin fund komve, se pasha zotin të viku je. Ja, seriozisht. Ngjarje vërtet, ka ra diçka prej pemës. 5 vetë, jena konë do me thonë shoqni që jena konë të shku më punë, 5 mëngjesit. Oh my god. Edhe ka zbrit prej peme, po prej peme kur s'qenë dikush, e ke po lakua në komë të së diçka. Edhe mas nej, kur ka kësyn tokë, as nuk u lakua se është drejt shirin komë edhe ka njës me vrapu kana. Edhe i na me tonë të pëllën blica të e këshyrë, kur ka orë na shtyra e zezë. Masi që na ka kaluar neve tu nga, atëherë u zhduka e pjesë. Që është ngjarje e vërtetë. Edhe se harrojnë se do se dite i kena bo 47 vjetë, po kur do se në me shoqni e përmenim prapë. Me e keqe kur na ka kalua u zhduk, edhe kena vrapu na, kena dosh me ikë, se i na konë ka 20 vjeç në sku, edhe kur kena dosh me ikë neve, na u ka duk që dikush për në flugët. Edhe menu të është të mjek më shuk jem, mas ne e të vrapu, në të menu që është të mjek aj. E të u kjy direkt dhe i të shpia. Kur im shku të shpia, e kum po ato, tha e pa që ke kana hanë. Atë u konë ngjarja me e vërtet, edhe që e kum pas në herë prit më shumë të njëtën temë. Qetësoni mendjen, praktikoni frymëmarrje të thella apo një meditim të shkurtër për të qetësuar mendjen e ngarkuar. Dëgjoni intuitën, nëse kjo ndjesi përsëritet vazhdimisht, besoja një asaj. Ndoshta zëri juaj i brendshëm, po ju paralajmëron për diçka që ndjeni në mënyrë të papërgjithshme. Ameno. Shumë e keqe. Ju përshëndet shumë, jeni më të mirë, ju paqim gjithmonë.